Rastet e dhunës në familje në Shkodër kanë njohur rritje gjatë këtij viti. 120 gra kanë denoncuar dhunën pranë organizatës Gruaja te Gruaja, që merret me këtë problematikë prej vitesh, ndërkohë në total, bashkë me raste përsëritura, shifra e denoncimeve të dhunës arrin në 350, bën me dietë Ndelina Boriçi, drejtuese Gruaja te Gruaja. Për këtë vit, që do të thotë nga janari deri në gjysmën e nëntorit, rastet e dhunës në familje janë mjaftueshëm të rrituna. Për herë të parë në derën e organizatës Gruaja te Gruaja kanë trokitur gjatë kësaj periudhe 124 gra, që një thona raste të reja, sikur se e përmendët edhe ju, që do të thotë se kanë ardhur për herë të parë për një problematikë të tyre që gjithmonë ka lidhje me dhunën familje dhe dhunën me bazë gjinore. Nga këto raste, 43 raste janë trajtuar gra dhe fëmijë në strezën e emergjencës, 63 nga këto raste kanë kërkuar këshillim psikologjik dhe 61 raste kanë marrë këshillimin juridik, që gjitha këto shërbime janë falas. Totali pra të rasteve të reja bashkë me ato që ne i quajmë raste të përsëritura, pra ku të njëjtat gra vinë për problematika të ndryshme, që kanë lidhje gjithmonë me dhunën ose me pasojat e dhunës në familje, kapin shifrën 350, që shënon një rritje të lehtë në krahasim me vitin e kaluar. Faktorët që sjellin këtë numër të lartë të dhunës në familje janë të shumtë. Faktorët janë të shumtë. Gjithmonë kryesori është mendësia dhe mënyra e edukimit. Mënyra se si burrat edhe gratë, djemtë edhe vajzat, janë edukuar në familjet e tyre të origjinës, shprehit dhe zakonet që kanë fituar atë, mënyrën ose shembujt jetësor që ato kanë pa në ato familje, se si mund të zgjidhen situata të ndryshme. Tendenca zakonisht e burrave për të kontrolluar dhe për të vendosur veton e tyre në çështje të ndryshme familjare pa marrë mendimin e gruas, tendenca për të zgjidhur me dhunë problematikat që çdo familje mund të ketë, dhe këto janë thelbi, këto janë baza. Pastaj faktorët e tjerë që është gjendja ekonomike, papunësia, varfëria që lidhen gjitha bashkë, veset e ndryshme, pija alkolike, etj. Këto e agravojnë situatën patjetër. Edhe emigracioni është një faktor që kohët e fundit po rëndon me këto familje, sepse edhe struktura e familjes vetë ka ndryshuar dhe çon pastaj në këto problematika kur burrat janë larg, gratë meten vetëm dhe lidhin pastaj problemet e xhelozisë dhe bëhen tërkuzë, që mos të hyjmë këtyre problemeve në thellësi. Ndër të tjera, Boriçi bën apel ndaj grave që denoncojnë dhunën që në hapat e para